nga treguesit se je i lidhur me Allahun xhallahu ala është lutja e shpeshtë Allahu xhallahu ala për gjithçka. Njerëz e lutin Allahun xhallahu ala kur janë në situata të vështira, kur janë në momente shumë kritike, o Zot nimona. Mirë, për shembull, a ju ka ndodhur me lut Allahun xhallahu ala kur kimë shkuar në një vend edhe ndoshta nuk ka parking. O Zot mund sa më gjeni parking. Dikur thotë për këtë, jo për kaq, edhe më thjesht se kaq. Pejgamberi më ka përmendur që ta lutim Allahun xhallahu xhelalu shumë, nga sa i don që ta lutim shumë. Madje edhe për një këpucë të shkyer apo një nalle që i është kputur fija. Lut Allahun xhallahu ala. Madje të nderuar, ajo që shpërfaq hala më shumë fuqinë kësaj lidhje është kur ti e lut Allahun xhallahu xhelalu për adhurimet. Nuk e lut Allahun xhallahu ala veç për vështirësitë, për aspektin material, që shumica e njerëzve këto e lutin Allahun xhallahu ala. Kur smuret, e lut Allahun për shërim. Kur ka probleme, e lut Allahun për rrugdalje. Kur ka varfëni, e lut Allahun për pasurim. Ama gjitha janë të kësaj dunjaje. Me lut Allahun xhallahu ala që Allah më të bëjë nga ata që falën namazin që duhet. Me lut Allahun xhallahu ala që Allah më ta mbush zemrën me ndim të mirë për Allahun xhallahu ala. Ndodh kjo shumë rrallë. Kjo me kuptues se lidhen nuk është e fuqishme. Besimtari e lut Allahun xhallahu ala për çka do çaj ka nevojë, edhe për më të thjeshtë të mundshme. Mirë po, ajo që e kryeson agjendën e kërkesave të besimtarit në raport me Allahun xhallahu ala është kush? Adhurimi i tij. Adhurimi i tij, o Allah, më bëm nga ata që e fal namazin, nga ata që e pritoj namazin, mua dhe familjen time. Kështu lutesh pejgamberin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. O Zot, më bën nga ata që e fal namazin edhe familjen time.